1, 2, 3 prova. Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe Anxhi më duket se ka ardhur të marrë sot hak, sepse kështë dëgjuar që unë fola për të dhe thash diçka që asaj si kishte pëlqyer në videon e kaluar. Ju që se keni parë, shkoni dhe shikoni videon e kaluar. Se di fare motër. Nuk e di fare, vetëm kur ma than. Ta thanë ti pastaj? Vetëm kur ma than pas ke pasur celular që e vogël, më thanë mua. Si që e vogël thash? Po bën në ironi. Jo, ma thanë vërtet, pas ke pas celular që e vogël dhe e qesim. Thashun që kush e celular atëherë thashun? Letha tash ta kanë xhirat motër thatë dhe që ke pas celular. Kur pash videon pastaj. E kuptova Anxhi. Okej, Anxhi tani ka shkruar disa nga gjërat që bënte kur ishte e vogël, pra pothuajse janë këto gjërat fani, si ato që tregova unë herën e kaluar, por ne jemi dy tipe shumë të ndryshme, do ta shikoni dhe ju sa të ndryshme jemi, sepse nuk po e shpjegoj më shumë. Tani të tregoj ato të tuat apo të mia? Ti nis çka ke shkruar aty? Po unë kam qef ta marr hakun me njerë, nuk dua ta lejta më qatë. Kjo i me motër që... Shiko, më fal pak, vetëm këta do thuash për mua, pastaj do na tregosh për vete. Se jemi shumë të interesuar për ty. Kjo që shikoni ju këtu, kjo që flet për mua, për celulara, për kuletra, për gjëra, po unë dashi ashtu e kisha botën atëherë se mos nuk dëgjohesh. Ashtu e kisha botën atëherë, unë se fëmijë ishim, nuk ishin akoma ka shumë gjëra sa janë sot. Si shikoni me në televizor, e kisha parë që telefonat ishin ashtu, kisha një farë një kulet që ishte zezë. Mirë, mos unë djeka që... Jo, s'ishte kulet, shiko edhe po gënjej tani. Pultin po edhe me kuletën e bëja. E paska bërë dhe me kuletën. Kisha një kulet. Se unë thash për pultin. Jo, e kam nisur me kuletën, pastaj vazhdova me pultin, se më humbi kuleta. E me motër të pjesë. E tani çfarë do marrësh akti për mua? Ja, do them ato, të tuat se edhe ti ke plot ashtu. Kjo e këtilla që thot për mua. Kjo kur ishte e vogël, vinte ande nga kështë lojtur, ishte skuqur, ishte ashtu, se ka qenë e zezë, ja kam thënë dhe tjera, nuk ka pasur. Prap jam e zezë, po. Jo, tash ishte zbardhur, di si kështë surratin për para kjo? Vinte e vogël dhe qante, edhe kishte mami tim një krem, më kujtohet si tani që është e Pond's. Dhe sot pas ka shumë vitesh, do me thënë kur e kam parë në market kremi, atë krem. Mami kishte marrë, e dinte për fytyrën, për të lirë fytyrën, ta zbardh fytyrën thashë. Dhe kjo vinte, mami, questa è il cremi, se unë jam e zhezë, unë dua të bëj me barbë. Dhe merrte atë edhe para pasqyrës aty dhe lyeshe me krem. Edhe faktikisht sot e kam kuptuar që ai kremi ishte për këta fëmijët kur ndrojnë pelenat që skuqet ajo zona aty edhe i lyejnë atë. Domethënë dhe mami se pas ka ditur, a? As mami se dinte, as kjo se dinte, domethënë kjo e ka lyer fytyrën me krem për bejve. Ja kështu ja. Morë vesh. Po për vete tani çfarë do na thuash? Po për vete, çfarë them? Nuk kam qenë tip kështu, gango. Anti-gango. Vishesha kështu me të gjëra, kam qenë si tip çuni. Këndoja rap. Po që ma kujtoj të kënduarën, kemi qenë një në Korç. Para shumë vitesh, viti ka qenë 2001 në fakt atëre, apo jo 2001 apo 2003. Ku ti sa vite? Jo, 2001 ka qenë. 25 vite e para. 2001 ka qenë dhe unë isha në shkollë dhe ishte një koncert Melodion, quhesh ai koncerti që bëhesh çdo vit në Korçë, është aktivitet kulturor. Kam qenë me Angela Peristerin, me Kamila Islamin. Kemi qenë atje dhe unë këndoja atje. Ato këndonin stilin e tyre, unë këndoja rap në atë stilin tim. Unë atëherë e imitoja shumë këngët e grupit The Dreams dhe kanë kënduar live. Flori Mumajezit, për ata që se din. Kisha bërë një cullufe blu këtu e mbaj mend. Dhe unë kisha shumë emocion që do shikoja Hansin. Kisha bërë blu. Kjo kishte ardhur aty me mam. Kisha dhe aparat, se atëherë në atë kohë, në këtë studiot ku lajn fotografit, aparatet merreshin me qira. Edhe unë e kisha marrë aparatin. Nga i me filma? Po, nga i vogli që është kështu 4 orë me filma. E mbaj mend pak. Kisha marrë në... Ja, nuk e mbaj mend emrin e studios tani. Diku aty në qendra. Mos ka qenë Gjimi. Në Gjimi, po, në studio Gjimi.
e kisha marrë aparatin, ja kisha lënë në dorë me film me të gjitha, e kisha të kompletuar dhe i thash motra të lutem më bëj ca foto thash. Ne kishim si kështu atëherë, bënim goxha foto për ngelur kujtim. E mirë këndova, bëra unë, nuk naqa vetë, nuk naqa dhe këto në fund thash motra, më bëre foto të bukura. Çfarë foto thame? Me aparat në dorë. Unë harrova motra tha. Më besoni që isha shumë e emocionuar. Aq e emocionuar sa e mbaja vetëm pra. aparatin kështu dhe shikoja Anxhin kur këndonte. Më dridheshin gjunjët mua, nuk e di pse kisha emocion që këndonte kjo. Që të mendosh që Dhe kjo nuk e ka asnjë kujtim nga ai moment se unë nuk i bëra dot foto. të mendosh që atëre unë kam kënduar me ata që sot janë talente zbuluara siç janë Angela Peristeri, këta që janë Atëherë më duket ka fituar Angela Peristeri. Po, Angela fitoi çmimin e parë, Kamela fitoi çmimin e dytë. Po kur jepeshin çmimet e disiria o motra. Mendoja gjithmonë që kjo do fitonte çmimin e parë. Po pra se pula lagur kjo dhe s'bari mua asnjë foto. Bananja. Çfarë bananja? Kjo nga dash nordikos. Ja, Po kujdes nga bananja. Jo, unë kam pasur një shukur isha e vogël, nuk e di më se krijuar një përshtypje në vetvete që banana ishte për gjell. Nuk ishte për të ngrënë. Edhe kur më theshin të atë shtëpis që do të blejmë banane, do ham banane, ata e theshin me shumë emocion dhe ashtu se nuk është se këte nga ne, do më thënë ishin Jo, gjëra. unë e di ndryshe. Si? Mama ka thënë nëna ndryshe. Po gjyshja pra më theshte. Po gjyshja ma ka thënë që ajo kërkonte ajo ta kishte futur idenë që ti kërkoje banane kur dilnit, edhe ajo do thoshte është për gjell. Po pra e ma kështë krijuar përshtypje që banania është për gjell. Po. Dhe një moment që pashin fëmijë duke ngrënë banane i thash, si hate, është për gjell ajo e thash. Kjo është ëmbël tha. Nuk është për gjell, kjo është për ngrënë tha. Kështu që këta të miq, nuk më blini banane mua se ishte për gjell. Dhe unë kur jemi rritur sa shumë ja kujtoja Anxhit këtë gjën e bananës. Pastaj më vonë më blevi mami banane dhe i haje me shumë kënaqësi, po që shiste edhe vet mami banane pastaj. Na mbante shtëpi kuti me banane. Hyri në shef mami te ajo puna e bananeve, dilte mami aty para. E vajmë si tash. Po ne më shumë i hanin vetë se sa i shiste mami. Po ashtu shkonte. Me thënë të drejtë, mama e time ka një huq, mama e time nuk dron dot të shet, mama e time i fal të tëra, kush kalon të tërë, na, merri të banane, merri banane, merri banane. Po doli atë shet dhe merre, s'ka. Ashtu e ka atë natyrë. Dal të shikoj ndonjë gjë, çka ka shkruar. Motra, po kjo me anterin, me kjo që nga perla. Me mjat tani. Mos trego. Kur i kujtoj tani motra. Shika, ka qenë një film atëre me polici. Anderi ishte kryekomisari, komisare ishte një Stefania. Si ishte titulli i filmit? Ishte film italian. Me Anterin e mbaj mend. Me Antera e theshin me Anter luani. Mos karabiniera në gjë kështu apo jo? E po kështu kanë qenë pak a shumë. Tani trego si më bullizonit mua që s'më luanit. Jo. Ju lutesha që të luaja dhe nuk më luani se isha më e vogla. Se jam 5 vjet më e vogël. Po kjo nuk dinte se kjo nuk e shikonte film, çfarë ta luanim ne këtë. Nuk e shikoj on si ka televizor kur. Kjo tërë ditë rinte pas mamit, luante lart e poshtë shumë me cingla, me gjëra, me kleçka, çfarë gjente i shikonte, i bante i studionte. Edhe unë luaja me djalin e dajës, jo edhe ata nuk e merrin ndonjë, sa ishte si lloj që më zivraponte. E shikoni. Ishte goxha i shëndetshëm atëherë. Tash është tash si motra dhe kushërinjtë e tjerë luani dhe ne na lini. Jo, luaja me Mirin, me kushërinë që kishin poshtë, luani me Mirin, Andin, me Olën luanin. Ishim me ca nga lagja, ca fëmijë më, kjo më dishte mbrapa. Më të lëndë vjen, po ik me ty me çfarë të luajmë ty. Ta vetë vraponin, po si banit se ku luanit me pistoleta, çfarë banit. E mbaj mend një që vraponin me këna dishte mbrapa edhe Rakjo ishte si gjithmonë, unë i kisha gjunjët e vogël vetëm pija. Edhe Rakjo edhe qante. Edhe na thonë nga ata fëmijë, pa hajde se të kanë motra, motra mos na ndiqin mbrapa thashun, pastaj u ktheva, më erdhi keq. Erdhi keq. Me që më kujtove Olën o motra. E mban mend çfarë baje me Olën ti? E mbaj mend. Se unë doja t'ju ndiqja apo? Dgjoj. Me Olën përveç atyre bëmave që kam shkruar edhe disa këtu, merrim një kleçkë theshim ne. Edhe siç unë e mbaj mend si tani, domethënë. Në televizor shikonim si këto që këndonin që ishin me mikrofon, por kishim mësuar ca këngë neve, e mbaj mend si tash atë këngën atë mal kur frymveriu. Atë mal kur frymveriu. Se çka ja vëlla, maj bilbili. E vazhdon ta ajo se kështu ishte atë me të mbajtur i thëshin. Që e fillonte njëri mbante tjetrin. Me iso. Edhe ishte një si kështu e madhe, një ngritur aty para shtëpisë të Olës, aty i primaja saj na dukshë vitja sikur kishim gjithë botën në duar aty që këndonin domethënë. Edhe ç'a kërkonit?
Çfarë kërkonim? Kërkonim vlerësimin e jurisë. Po jo, më për sheqerin. Po është tjetër gjë ajo. Po unë për këtë doja. Jo, është tjetër, ja e kam shkruar këtu sheqerin, ja shikoj. Po unë për këtë më kujtova. Të thash midis gjithë bëmave që kam bërë ishte edhe një kjo. Unë mbaj mend sheqerin në fakt më shumë. Sheqeria është i famshëm. Tani atëherë nuk ishin fëmijë që se gjendja ekonomike nuk është se ka qenë që na kanë ndenjur me gjithçka. Edhe kur na jepnin çokoladë na dukshte vetë se kur na kishin sjell nga jashtë shtetit, se theshin kjo është nga jashtë. Imagjinoni çfarë kohë ka qenë. Unë nuk kam qenë fiks në kohën tënde, kam qenë një kohë aja dhe molto kur isha. Ti ke qenë e vogël goxha, ishte pothuajse fëmijë shumë i vogël. Ne në atë kohë kishim çokoladë Kis edhe Mihal. Kanë qenë një çokoladë e kuqe. Kisin e mbajmë mendte unë, po këtë Mihal jo. Mihal, po ka qenë çokoladë forte kuqe, e bile e mbajmën që i sillte daja Eneas, djalit të dajës, dhe e ka fshonte kështu anës, tak? E mbante pjesë më të madhe vetë kaq më të madhe tati, se tati më thështe mua tati, ja do t'i jap edhe ty, mos më gji, do t'i jap edhe ty më thështe mua. Nëse, edhe neve kur na shkonte më në ëmbëlsirë, i theshim këtu të shtëpisë, po na i fshëllente njëri fare. Edhe bënim një plan bashkë, si fëmijë, se fëmijë ishim. Do vëmë të kërkojmë sheqer. Edhe gjinin letra në rrugë kur e kujtoj tani që ato letrat ishin të pista, sido që të ishin letrat, i gjinin në rrugë letra plasma çfarë ishin, një unë, një Ola, e mbanim kështu në dorë. Ja ku e ke letrën kështu. Edhe e mbanim kështu dhe vinin trokistin në për hyrje, në për dyert, kat parë, të dytë, të tretë, kudo mblidhim sheqer kudo. E çfarë bani sheqerin? E hanim e lëpinim kështu. Në letra që gjenit. Po në letra, merrim kështu letra edhe lëpin. Ky brezi këtyre ka qenë më të fortë jemi, po mja pritani edhe vinim kudo. Edhe si i theshim do nëna sheqer, se s'ka sheqer të bëj kafe. E mbajmë si tash, kush do bile sheqer? Edhe të zgjuara. Po ja bën ato, po ja tashi ti jep ti aty të shketi. Pastaj në ashtu tjetër hyn te Ola. Pastaj jam njëra ajo, njëra unë që mos kuptoshe që ishin të njëjtat. Gjithsesi kohë e bukur, a? Ka qenë e bukur se kjo ishte bota jon, kështu dinin me. Motra, se tash që po më kujtoj se ti flet mua tani më vin shumë kujtime. Se e merje batanie që thoshe mami do ikim, bëj skuluaje. Po. Atëherë ishte kjo koha merrte një çantë, edhe dëgjonin që iknin njerëzit jashtë shtetit. Në atë kohë, edhe po kujtohen edhe mua disa gjëra. Ishte kjo koha, filluan këto lëvizje që qenë ajo emigrimit, që iknin jashtë atëherë, edhe ne zhvenim. Gjinim kështu, kanë qenë ca çantë ka petheske, i theshim, me pethesi të vogla. Këta i mbani për mbledhur gështenja gjëra këta të shtëpisë. Ne i gjenim balkoni, merrnim, futnim rroba gjëra, i vinim këtu atë, na dukshte si valigje. Ikëm në Itali tani. Po unë që qava që mendova se kur do ikëm me vërtet. Do ik motra në Itali dhe qaja. Ndërkohë që kjo luante, unë isha shumë e vogël, edhe qaja se mendova se vërtet që kjo do ikte në Itali. Kjo ishte mësuar me mua gjithmonë, po kjo ka qenë xheloze që e vogël, leqante. Të dhe këshena që do i kjeti e se kja unë. Jo moj qaja se do i kjeti. Po pra qaja se do i kja unë, se dini që do i kja vërtet, se ishte xheloze. Po jo moj qaja, jo se xheloze moj, qaja se do më ikje. Xheloze në kuptimin që kur unë luaj me fëmijë dhe e lija vetën, dhe fakti që do ikje. Jo, unë ndjesha keq kur do më lije mua e do ikje. Kisha atë ndjesinë e braktisjes. Ka pas ndjesinë e braktisjes. Po. Çfarë vllai ti sa? Ndro profesion. Po si të thotë, jo motra vllai jeti. Ka që kisha atë tipin gango motra. Se di çka ka shkruar motra tjetër këtu. Moj motra, po kjo e me Madonës. Madonna. Dëgja. Kur binte bore, mban mend ti? Është një këngë, mua më quhet si tani, më duket se quhet Frozen e Madonës. Edhe është dëbor dhe Madonna këndon në dëbor atë me zeza. Edhe unë sa që dilnim që binte dëbor edhe këndoj atë këngën. Ka qenë ora më duket 10-11 e natës, ka qenë shumë vonë. Nuk më vjen qartë kënga si tani, po melodinë mbaj mend. Na Frozen, na po kështu ka qenë. Edhe mbaj mend që dilja jashtë kur binte bor dhe kjo më shkonte si habitur kur e këndoja këtë këngë dhe shikoja lart nga qielli. E ke shkonte të shikoj motra. Jo, më thoshte motra, shiko, unë do këndoj ti shiko lart tani kur bie bora dhe shikoj qiellin. Shikoj tani si do ndjehesh, i thesha unë. Mua më dukshte sikur gjithë bota. Ama ne di që kam akoma të ndjesin e bukur, çfarë fëmijëri e ka qenë. Sepse vjen ajo bora kështu direkt në fytyrë dhe duket sikur ke hyrë në një horizont tjetër, nuk e di, është shumë është ndjesi kështu. Në bordë dhe kjo këndonte unë e shikoja kështu lart. Po çfarë them tjetër bëma te mia motër, po e mban mend po le që ku e mban mend ti ka qenë me gjysh atë. I thesha, "Nana, po mja kur thriste hypte ti me gjysh e thriste." Edhe unë shikoja ndonjë kështu në televizor dhe thesha, "Nana, mja se na dëgjojnë ata." E di që të dëgjonte televizor. E di që më dëgjojnë ata, po mja me sa turprove me nana. Derrel,
të është mua më thriste, Gjela dhe Rejla. Kështu më thriste gjithmonë, më theshte kështu epitete gjërash. I thëshë po mjamin e them të prove, mja se na dëgjojnë këta në televizor. Le të dëgjojnë ja mënte. Ua më i Dhe kur u rita më vonë e kuptova që kjo binte poshtë sepse nuk na dëgjonin ata në televizor. Domethënë pas sot thonë që këta televizorët në legjend na shohin dhe na dëgjojnë, nuk e di sa e vërtetë është. Nuk thonë, edhe telefonin na dëgjon e na shikon. Nuk e di domethënë. Po më të them këtu ata niksa nuk e kam shkruar. Vajmen kemi lëtër na pallati ande mbrapa në Punishtja. Pallati Andeqës, mbrapa Punishtes. Ande mbrapa, po. Ka fabrikë qumsh. Edhe unë isha zënë me këta të mitë këte dhe vija loja me të grupin tjetër ande. Edhe kishin sharuar druta, ishte një tallash i madh atje. E po ne e dini që tallashi... Unë kam qenë apo jo? Jo. Tallashi ishte shumë i butë. Edhe të hidhshim, që nga lart të hidhshim poshtë. Ishte lartësi e madhe? Po, edhe u hodhën këta fëmijë, ishte kati dytë. Ishte kati dytë, po unë isha e vogël. Edhe mbajmë që u hodhën një dy çuna pa dhe ishin të rritur, mbase edhe me kanë dhe me qatësia ta arrinë u hodhën, edhe mendja ime që më gënjeu thash, hajde se do idhem edhe unë thash unë. E kur u hodha unë, e mbajmën si tani, më janë paralizuar, më janë prerë këmbët, kam qarë me oj, më putën koska dhe mbajmën gjyshin që erdi më thërist, e pa qarë derën deshe këtu, qarë derën deshe këtu, edhe mbajmën mori gjyshin një kolicë, më ka i puna një kolicë. Një kolica është nga to që shtym kështu, edhe më ka qenë në shtëpi sa kam qarë, se rria shumë nga gjyshja atëre. Po tani mirë apo tragjikisht? Mirë ishe me po çfarë më ku mbajmë më vonë ca qi, po ca kri, po se çfarë më vonë këtej më binte herë. Nuk përfundove në spital, jo. Nuk i theve kënd. Jo, me kush të çonte në spital atëre me çfarë do të çonin në spital mua? Po ku diu? Hiç me aty si këto popullore të banim shumë atëre, më vonë çepe kry patja, aty të ngordhësh më thaj me gjyshe. Çu deshta që vajta andesa. Armoj motor. Moj, patë me dajon e kemi thënë. Që dhe shumë viton gjërë, thash do hidhe, bëja si kur dijan not. Jo, se ke thënë, nuk e ke shkruar. Ata themi se më kujtua tash. Thuaje. Dëgjoj. Ke qenë dhe ti atëre? Ti dhe Elia ishim? Po. Kam qenë unë, djali Dajës. Mund të ketë patur një shok, atë që kishte varkën, më duket Daja. Jo, s'kishte shok Daja. Do ta bëjmë darkë. Ishte Daja vetë. Jo, bre që thashtë do ta bëjmë varkën me rotka. Ai që thashtë do të marrë me rotka. Ka qenë njëri që i theshte kësaj do të marrë nuse për djalin edhe do t'i ve varkës rotka dhe do të marrë në të përgradeci do të cilë vërdalë. Isha e vëtë s'kelun edhe bënde shaka me mua. Edhe kemi qenë këte nga Fërtesat, quhet kjo pisa këte ku vinim ne më shumë. Po, është vetëm me gura, vendi dhe me liqen. Atje. Është në Vlorë, domethënë. Do ta kemi edhe më herë, po ande është si më bukur që vinte lagja jon. Edhe po fëmijët të gënjen mendja ndonjëherë. Kisha hipur hun, djali Dajos dhe kjo. Tash këta si fëmijë që ishin ta kishin frikë se këta e dinin frikën e tyre. Dhe në fakt aty dukse shumë afër në liçenin. Nuk e di, ishte një shembullim i gurave. Nga ngjyra zakonisht si për afër duket gjithmonë. Jo, ishte një shembullim i gurave, s'kush shumë afër dhe kjo tha, Dajo do hidhem unë. Jo, dinon ta Dajo, si dinon tash unë. Nuk e di, në moment më erdhi ajo. Sepse unë dia not, nuk është se kisha mësuar not, atëherë dia not kështu, duke kapur në gur që hejza kështu si kambalec. Po që të dia not kështu domethënë që të bëja not tamam që ndroja në ujë, akoma nuk dija. Dida se shikoja ata tjerë që këtej, që hidheshin andej. Do thënë, ne ishim pak më larg se bregu, pak më tutje dhe unë shikoja ata dhe thesha, do hidhem edhe unë më hante mendja. Dita Dajo se mos ashtu, jo, thash Dajo di unë këto të dy, mbajmë këta rinë të di si kërcur ka atje të dy. Edhe unë u hodha unë, për këtë gjë që ishte aq shtellë. Edhe unë, Dajo motras po. Po e forta është thesha ajuto. Jo, në fillim s'po dilje fare, fundit e shumë. Po, kur dola nuk thesha ndim, thesha ajuto. Dilte dini që unë tallesha. Se kjo vetëm shikonte si. Jo, se luani me këtë lojën me anterin, thesha ajuto. Kur Dajo e kuptoi pastaj që po cofte puna time. Dajo është hedhur me gjithë kapele, komplet me të gjitha gjërat siç ka qenë është hedhur. Bile më që ma ka thënë që kur i tregonte mamit, e mbaj thaj u hodha si çishta tha. Se pashi ajo po mbyte. Ishte i veshur dhe ka erdhur Dajo dhe më ka kapur këtu në brinjë dhe mbaj më kanë dhënë bonjau ato brinjët, që më ka kapur kështu vap dhe më kanë nxjerr sipër. Ama ta ka shpëtuar jetën. Më ka shpëtuar jetën dhe është si thua për të ardhur keq ajo mendja që kemi në fëmijëri, po është diçka që ti ndonjëherë dhe kontrollon, po dhe se kontrollon dot. Se nuk kemi qenë kaq shqetësuar sa janë fëmijët sot. Kishim atë botën tonë imagjinare, hajde ta bëjmë të tentojmë. Un kam pasur gjë që un duhet të tentoja në gjithçka. Kishte guxim, kjo s'di ti, idhesh. Ke gjë guxim me vdallaj. Tamam. Motor naknaqe. Nëse unë ka dhe shumë dallash e tjera, po hajde themi këto domethënë. Unë kisha çik më të buta, ti ke më kështu, më imagjinare. Janë dhe ca dallash që nuk tregojnë të gjitha, domethënë se na lini një koment. Kam frikë të mërzitë edhe shumë njerëz që unë jam kam bërë.
Ato sekretet. Nuk dua domethënë të shkoj në këtë pikë. Unë e kam shijuar shumë, të kam dëgjuar me vëmendje, jam relaksuar duke të dëgjuar, sepse Tani se disa do na shajnë dhe sa do na ashtu. Jo, vinin në mendje edhe këto kujtimet, kjo i tregonte mua më vinin ato pamjet, nuk e di, më vinin pamjet e kujtimeve që kemi kaluar, se shumë gjëra i mbaj mend dhe unë kam memorie të tmerrshme, i mbaj mend gjëra që kur kam qenë 3 vjeç, po ti motra? Ja, unë nga mosha 5 andej. Me mua çuditet mami kur i kujtoj diçka po se thot po ti si e mban mend, ti ke qenë shumë e vogël. Unë i mbaj mend të gjitha. Në 5 andej më kujtohet mua, mbaj mend që vija në kopësh, me i përparse të Jo, unë që 3 vjeç i mbaj mend gjërat, edhe nuk e di si u është dukur video, po unë dua të na lini një koment ju. Tani në cili brez hyni ju, te brezi i Anxhit apo te brezi im? Ç'ke me brezin tim? Thjesht të lejnë një koment që brezi i Anxhit më gallat apo brezi im. Ku ka si brezi tim nuk vjen me ai brez. Vjen me vërtet. Kemi qenë gallat fare. Aman pash diçka shumë interesante dhe faktive, shumë e lezetshme që brezi im ka qenë i fundit që kemi luajtur, kemi dalë kështu se të gjithë pas brezit tim kanë nisur me telefona e nuk i din këto gjërat që lojrat që banim ne. Unë kam qenë brezi i fundit domethënë. Pas brezit tim, ndërsa brezi im ishte ai lloj brezi që edhe po ti kishim të grisur atutat tu tek gjuri, a dukshte si trendllak. E kupton? Domethënë nuk ishte mërziteshin për të pjesë. Ndërsa sot, nëse shoh, domethënë ti dëgjosh, ti shoh se nuk gjykoj askënd, duan çdo gjë perfeksion. Ndërsa ne nuk e çanim kokën, na pëlqente sidoqë me baltë, me dhe, me të grisura, me të qepura, me ashtu. Domethënë kishim atë lumturinë. Ishte ajo koha që nuk kishte shumë gjëra dhe është vërtet ajo që sa më shumë gjëra të kesha, aq më shumë tension ke. Nëse sa më shumë gjëra di njeriu aq më shumë tensionuar. Ne ishim ashtu në atë botën tonë, ato gjëra si ishin i shpiknin vetë, bëshin vetë të zgjuar vetë. Tamam. Ka qenë një periudhë shumë e çiltër dhe e bukur, domethënë. Pastaj unë jam dhe gjenerata e parë që nisën këto Messengeri, Facebooku. Ku kishte atëherë Messengeri? Po them që nisën kur nisa që isha në gjimnaz, përpara s'është që kishte pas. Ta them edhe këtë më qash. Gjysha ime punonte në punin druri, them këtë kjo punë Messengeri, se në telefona kisha atëherë nga ata të mëdhenj që i bënin këtu halo, që i merrnin me numër, kishte një rrumbullaçka ajo që i bëje kështu. Gjysha ime punonte këtu në punin druri, edhe më merrte mua me vete atëherë. Zyrat ishin vetëm vetë, punonte në ditët, edhe në ditët që ishte pushim dhe merrte mua gjithmonë do të marr nëna sot theshte. Edhe mbaj mend unë, i bija numrave kot atje, shnoja ca numra, më dilnin telefon, unë se çoj u thesha, ata më shanin. Aman çfarë kohë pa telefona, pa celular. Aman kemi qenë me stres që atë kohë me pjesën e telefonit. E mbaj mend që më thaj me gjyshe, "Me tha mos të shkoj atë, do t'i thyej duart." Unë mbaj mend që shkonin edhe flisin me impulse në kabina telefonike. Kjo ishte më vonë. Pa atëre i vetmi mjet domethënë celular, kompjuter, çfarë mund ta quaj, ishte telefoni, se kompjutera s'ka pasur atëre, më vonë hyn, domethënë që hyn këto me monitor të madh që ishin kështu si televizor. Okej, kjo ishte video. Neve u kënaqëm, nuk e di si u ndjeve ti motra. Unë e shijova. Dgjoj, para se ta mbyllim, unë doja që të përshëndesim një vajzë të vogël që ka dhe një emër shumë të veçantë, Rajna. Sot unë takova në saj dhe më tha që vajza ju ndjek shumë dhe do doja ta përshëndesja. Po, edhe përshëndesja edhe unë, faleminderit që na ndjek. Ju duam shumë të gjithëve, ju përshëndesim të gjithë. Bashkë të shihemi në një video tjetër. Paçim. Bye.